edhe si Ignati Nuk e paragjykoj. Ai mund të jetë shumë i mirë, po prapë, si me thënë është... Pikën time e ndeshje ishte ndeshje episodike, ku Tirana thjesht fitoi me cinizmin e saj, me këta episode që ju i theksuat, dhe Ignatia e tentoi. Pra, Tirana shnoi që në 12. Absolutisht. Pra, si mund ndodhi futboll ndodh. Pra, nga një kontrazonë... Jo, strategjinë e vetë të shet, ajo, shkapen kontrapjet. Po pra, ajo shënoi. Bën disa ndeshje. 2 raste të arta dhe një si Visar Bega që bëri 2 pyetje vendimtare për të barazuar rezultatin. Sa po filloi pjesa e dytë, Ignatia barazoi rezultatin dhe më njëherë ai episodi i penalltisë së dyshimt edhe por që gjyqtari Doda e gjykoi të tillë dhe skuadra e Tiranës mori avantazhin dhe më njëherë pas atij goli 6 minuta më pas Dera Halili shnoi golin e tretë për Tiranën dhe aty pastaj praktikisht u ndeshja. Është habi që të kryesohet korner dhe mos ngret asnjëri nga mbrojtja e Ignatis. Ja, këtë s'mund ta them. Tani Dera. Jo, them unë se pa shumë. Okej, edhe unë kam parë që stadium. Tani se tu do të ma the para studios ma the. Jo, patjetër. Unë po them një gjë tjetër. Dera Halili është 1.96 dhe mjafton kaq po treguar që ai e ka dhe luksin. E sulmoi shumë mirë në shtyt. Po patjetër. Pra kërceu mbi gjithë dhe gol me kokë nga një lojtar që është gati pra mund ta ndihmoj dhe Gjasula këtu në këtë mes, nuk është se patjetër. Ai kërceu mbi gjithë, shënoi golin e tretë dhe Tirana thjesht në gjykimin tim Tirana bëri Tiranën dhe peshoi fanella. Tirana absolutisht. Një skuadër pragmatiste ku golat i qau, të dy golat i qau. Peshonte patjetër edhe ajo që ju e tha që kishte luajtur me Elbasanin dhe Dikon shumë. Po edhe mungesat e Tovës është dikon. Patjetër. Ai dirigjenti i skuadrës. Atij.